Ne sot do të flasim rreth sihri i cili është shumë i përhapur. Ajo është sihri ndarja e gruas prej burrit. Ndarja e gruas prej burrit. Ky sihr është shumë i përhapur. Dhe Allahu subhanahu wa taala në surat Bakara e ka cek Allahu subhanahu wa taala yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji. E ndajnë burrin prej gruas. Allahu subhanahu wa taala e ka cek këtë lloj sihrit në surën Bakara. Nëse njeriu i ka këto simptome, për shembull, e sheh gruan e vet, shoqen e vet e sheh në një formë tjetër. Paraqitet urrëtie, hupet dashuria, dyshimet plota, përlame në mes veti, kacafitje në mes burrin e gruan. Gjithë këto janë simptome se me të vërtet këto është sihri. Pastaj njëri prej ose burri ose gruaja sheh ëndra të trishtueshme. Sheh se dikush e njeh në ëndër. E sheh një njeri të madh. I sheh do persona të panjohur. E sheh një gjarpën e sulmon. E sheh një qen do ta kafshojë. Gjithë këto tregojnë se ka diçka. Nëse kjo vërtetohet, atëherë duhet të shkojmë asoj metodës, ajo është shërimi me Kur'an. Nëse eventualisht nuk kemi në gjendje ta gjejmë sihrin, se zakonisht si bëhet sihri për ndarjen e burrit prej gruas. Nëse personi do me nda burrin prej gruas, shkon te sihirbazi. Dhe i thet, du me da këtë person prej gruas vet. Sihirbazi i thet, ma trego emnin e tij, emnin e gruas dhe emnin e nanës. Të dive. Ose thet, me bjerë flok, me bjerën do një majic, ose diçka shka vesh. Edhe na përmes kësaj, sihirbazi e nis punën e vet dhe e bën sihrin. Ai sihirbaz i cili është më i fllëqt dhe më i fortë në kufër, në shirk, ai është më i afër dhe sihri i tij është më ndikues. Nëse nuk arrin në këtë mënyrë, nëpërmes flokëve ose nëpërmes teshave, nëpërmes ujit. Nëpërmes ujit mundohet t'i bëjë sihr. Për shembull, para derës e derdh ujin. Dhe kush kel në atë ujë, automatikisht e rrok sihrin. Dhe kështu që prej atinve simptomave që i cekun, dhe në këtë mënyrë do me thonë bëhat sihri për ndarjen e burrit prej gruas. Allahu subhanahu wa taala, sikur që thamë, e ka cek në surën Bakare dhe këtë lloj. Nëse kjo ndodh, atëherë shkojmë me leximin e rukjes. Para se të fillohet të bëhet rukje, shumë është me rëndësi përgatitet edhe atmosfera në vendin ku bëhet rukje. Ma e preferueshme ishte konën të bëhet rukja në xhami. Ma e preferueshme është që të bëhet rukje në xhami. Pse? Pse xhamia është vendi ku bëhet ibadet. Është vendi ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Është vendi i pastër. Edhe ndikimi është më i madh. Këtë foli pi provojës. Kam bëna për shtëpia, në për vende, në për vende ndryshme, mirë po në xhami ka qenë efekti më i madh. Dhe gjithë ata që kanë sihr, që kanë ndikim prej xhinit, thonë kur tim në xhami e ndim një qetësi, një rahati. Bile ai xhini kur është i aktivizuar, nuk mundesh me shtin xhami asnjëherë. Kujtohet në disa raste, kishëm një vajzë e smur ishte prej gjinëve, dhe kur arritëm deri te xhamia, u ka për derën e xhamis dhe nuk mush me shtim rana. U duke 4-5 vjet me kap, e ngre durt edhe me shtim rana. Më thonë, mirë po, mundesh me bëj jashtë, mirë po nuk është ndikimi.
Me thonë, ndikimi më i madh edhe vendi më i mirë është për të bërë rukje për shkatrimin e sihrit ose për largimin e xhinëve dhe kështu me radhë, është xhamia. Këtë kisha preferu çdo njeri i cili do të bëjë rukje, të shkojë në xhami. Xhamia është vendi ku bëhet ibadet sikur çecek. Mirë, po nëse bëhet në shtëpi, atëherë duhet ta kemi parasysh. Ta bëjmë atmosferën mrena në xhami si duhet. Ta bëjmë atmosferën e mrena në shtëpi. Nëse ka fotografia, i urdhnojmë gjithëve t'i hekin fotografiat. Pse? Sepse në vend ku ka fotografia në përmurën e njerëzve, melaçet nuk hinë. Nuk hinë melaçet. Figurat në formë njeriut, po ashtu i urdhnojmë që t'i hekin, t'i largojnë. Instrumentet muzikore, po ashtu i urdhnojmë që t'i hekin. Nëse ka qenë mrena, po ashtu i urdhnojmë që t'a hekin qenin, t'a largojmë për ati vendit. Sikur që ka në hadith, ku ka fotografia, edhe qenë, melaçet nuk hinë. Edhe më kujtohet bile një hadith, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhibril alayhis salam I kishte premtu me ardhmë kohë caktuar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e priti Xhibrilin alayhis salam dhe nuk erdhi në kohën e caktuar. Dhe pastaj Aisha radhiyallahu anha e vreti një qen I cili kishte hyrë mrena. Kishte hyrë mrena te dhoma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, ja këtu është një qen. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhnoi që largohet qeni prej dhomës. Dhe pastaj erdhi Xhibrili alayhis salam. Dhe pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pse nuk erdhe tha në kohën e caktuar? I dërguari I Allahut është I saktë në premtimet e tij në kohën e caktuar. Tha, ne nuk deportojmë, nuk him në vend ku ka qenë. Pra, nëse gjithë këto I kemi në shtëpiat tona, ta dim se melaçet nuk hin. Melaçet e rahmetit nuk hin. Nuk deportojnë të shtëpia jote. Pse se e kanë pengesë. E kur nuk hin melaçet, kush hin? Kush hin? Shejtani hin. Sa me gjithspratim, mi pas këto pengesa, edhe ai me deportu, edhe me kry rolin e vet, me kry punën e vet. Nëse këtë bëjmë, atëherë ja bëjmë një spjegim ose një ligjërat ose një nasihat shkurt atinve prezent që ka janë aty. Se shërimi është vetëm prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ta pastrojmë besimin. Ta pastrojmë besimin në lidhje me shërimin. Se shumica e njerëzve mendojnë se filani shëron. Jo. Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala është ai I cili shëron. Pa Allahu e ka bërë sebeb. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Ne zbresum Kur'anin I cili është ilaç, shërim. Shëron. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë sebeb. E shumica e njerëzve mendojnë se filani shëroj. Jo. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai I cili shëron. Rat, një ligjërat shkurt, masanena nëse është famën, nëse është grum, atëherë I bëhet nasihat që të mbulohet, që të bëhet tauba dhe I urdhnohet të gjithëve atinve që bëjnë tauba te Allahu subhanahu wa ta'ala edhe mos t'i kthehen gjunaheve. Dhe kur përgatitet, do me thonë, atmosfera, atëherë mundet fillohet. Nëse është gru, atëherë duhet që të ketë dikush prezent aty, nuk I lejohet rukje gjiut, të bëhe rukje vetë me femën, asë me gruan, I cili është e huj, nuk e ka të afër. Nuk I lejohet. Nuk I lejohet asë si, po duhet dikush tjetë prezent aty, t'i bëhet rukje në prezencën e dikush I cili është I afër I saj, me cilin nuk mundet me bë një qa, dihet I afër, vlla, bab ose miq ose pit afërme. Kur fillohet me rukje, fillojmë gjithë ajetet, do me thonë rukje e përgjithshme dhe shohim se në cilët ajete reagon. E shumë në cilët ajete reagon. Nëse reagon në ajetet e shejtanit, atëherë kuptojmë se kjo është mes hyrja e shejtanit. Nëse e vrejmë se reagon në ajetet e sihrit,
atëherë e vërtetojmë se është sihr. Nëse e shohim se personi vjedh, e kuptojmë se ka diçka në lukth. Nëse personi humb vetdijen dhe fol dhe kallzon diçka dhe nuk përgjigjet në atë çka e vet dikush, e ta dije se gjini është prezent. Gjini është prezent. Gjini është prezent dhe fol. Dhe pastaj, kur zgjohet ky personi, nuk i kujtohet se çka ka fol. Rastin e fundit që e kam pasur, është së shpejti, një vajzë kishte epilepsin. Shkova, alhamdulillah, i lexova rukje, e shoh vetin, thot nxirrni pikë tivani, thot jam me një varr, shumë është i ngushtë, nuk muj këto, thot e shoh vetin, me një varr, Kjo është argument se sirbazi e ka mshel gjinin. E ka mshel, që mos muj të lëvizë shumë. Po alhamdulillah, prej akshamit i kam lexuar rukje deri nesër 12 ora. Gjennatën. Prej akshamit, kam fal akshamin, jacien e kam fal, i kam lexuar, pastaj apet i kam lexuar, pastaj apet deri nesër në ora 12. Pastaj mas disa ditëve, duke i lexuar rukje, e pash një njeri i madh, i cili më thirrte, hajde, kur më thiri, më dukeshte shumë bukur. Sa unë nisa ke shkoj te ai, më duket shumë vendi i fleshti keq, i trishtuar. Dhe pastaj e ndëgjoj një za i cili më fol. Za i një njeriu të plak, i moshuar njeri. Pastaj ndëgjova za duke qajt. Kush është për qajt? Kështu që alhamdulillah, duke e lexuar rukje, edhe ky rast, mur përfundim. Alhamdulillah, tash në këtë moment është shumë mirë. As nuk pin hapa, as nuk përdor kur gjë, edhe pse mjekët e kanë vërtetuar se është epilepsi, mirë po, s'ka lidhje me epilepsinë. Nuk ka të bëjë kur gjë me epilepsinë. Non stop e ndëgjon rukjen prej mobilit, me ndëgjuese, mirë po çdo ditë i lexoj rukje, që i mos kthehet në atë situatë si o konë. Kjo është ajo, çka sirbazi mundohet të bëjë, vepër që mos mund askush ta shkatroje. Mos ta shkatroje sihrën. Mirë po alhamdulillah, me bindje dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, se çdo gjë bëhet nëse përdoret ai sebepi të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lënë, ajo është lecimi i Kur'anit dhe bërja e rukjes. Me plot bindje se Allahu subhanahu wa ta'ala do ta shkatrojë, do t'i largojë intrigat e shejtanit dhe atinve sirbazeve. Kështu që alhamdulillah, me ndihmën e Allahut, me izin e Allahut, u përfundu kjo situata. Sirbazi mundohet ta bëjë sihrin sa më fort. Sa më fort që të bëjë ndarje prej gruas prej burrit. Dhe ne treguam se si e bën. Mirë, po duke lexuar rukje, i shohëm televizjet. Atëherë vërtetojmë se me të vërtetë ose të njëri, ose të tjetri ka sihr. Sikur që i cek simptomet, ka mundësi në fillim në përfundim, në përfundim të rukjes, ose personi duke lexuar rukje, vërtet, e u vetdijen, vjell, ose ka dhimbje, lëvizje nëpër trup, gjithë kjo tregon se sihri është prezent. Atëherë duhet të vazhdojmë. E përsëritum rukjen për zdyti. E përsëritum për streti, nëse nuk paraqitet asend, atëherë vazhdojmë çdo ditë, duke i lexuar. Mirë po në të njëjtën kohë i preferohet personi i cili i ka këto lëvizje që të ndëgjojë rukje edhe prej kompjuterit ose prej mobilit ku ka mundësi për shembull me ndëgjuese, edhe me koncentrim. Nëse e bën këtë duke shiqur diçka tjetër, nuk ka mundësi me ndiku. Duhet koncentrim plot duke i mbyll syt dhe ajetet do të ndikojnë bi idhnillahi ta'ala. Nëse i qel syt edhe ndëgjon rukje ose në kerën shlon, nuk ka gjasa mu aktivizohen. Nuk ka gjasa. Rallëherë ndodh që aktivizohet. Këtë e foli pi praktikës,
edhe pse ka shumë gjëra që i cekun këtu, nuk janë me argumente të shariatit, se këto janë pi praktikës, e janë pi provojës, që i kemi pas deri tash. Nëse i ka këto simptome, vazhdojmë duke lexuar. Na fat 1 muaj. Mas pakti është minimumi është 1 muaj, për shkak se sihri merr pak kohë më tepër. Mirë po, nëse personit i lexohet rukje dhe ka dyshim se ka sihr dhe nuk i paraqitet asgjë, atëherë këtij personit i këshillojmë domethënë disa këshilla. Për shembull, i thojmë që namazet i fale me rregullt. Nëse është gru, i thojmë mbulohet. Nëse është duanxhi, i thojmë me lënë duhanin. Pastaj i thojmë që të bëjë dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes. 100 herë la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Pastaj çdo ditë domethënë sa më tepër a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pastaj të bëjë dua, edhe para se të fleje, ka bëjë dhikrin ose duat para gjumit. Pastaj ndëgjon, çdo ditë ndëgjon rukje, mas pakti 3 orë. Mas pakti 3 orë. Na fat 1 muaj. Nëse nuk i paraqitet, atëherë edhe një herë ja përsëritum rukjen 3 herë. Nëse nuk i paraqitet, kjo do me thonë se ky person nuk ka të baje kur gja me sihrin. Vetëm është vezvese. Ose ka mundësi dikush, është arrogant, agresiv dhe kështu me radhë. Nëse vërtetohet me këto, se nuk ka kur farë lëvizje dhe nuk dikon as sen, atëherë vërtetohet se ky person nuk ka sihr, po vetëm ka vezvese. Vetëm se ka vezvese, dhe në këtë rast normal e këshillojmë ta falë namazin e rregullt në xhami me xhamat, rregullisht falet, bëhet dhikr sikur që i cekëm, gjithë këto gjëra ti bëje, inshallah bi'idhnillahi ta'ala, sa më tepër njeriu bën ibadet, aq më tepër edhe normal edhe zemra, domethënë i rahatohet dhe më tepër i shtohet mëshira. Këto janë domethënë, kjo është domethënë ajo çka është shkurtimisht që mund me vërtetu se si bëhet sihri dhe si shkatrohet dhe si bëhet rukja në rast kur personi ka sihr. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë prej sherrit sihirbazëve, që të na mbrojë Allahu subhanahu wa taala prej sihrit, dhe Allahu subhanahu wa taala të shkatrojë gjithë intrigat e sihirbazëve. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.